Po ju them juve që më dëgjoni, duani armiqtë tuaj, bëni mirë atyre që ju rrejnë, bekuni ata që ju mallkojnë, lutuni për ata që dije keqas ju mundojnë. Atij që të bie njerëz faqe ktheja edhe të tjetrën, atij që të rrëmben pallton mos ja ndal as mishën. Secili që lyp prej teje jepi e atij që merr gjatë gjën tënde mos kërko ta kthej. Si dëshironi t'ua bëjnë juve njerëzit, ashtu bëjeni edhe ju atyre. Nëse i doni vetëm ata që ju duan, çfarë merite të veçantë pritni, sepse edhe mëkatarët i duan dashamirët e vet. Edhe nëse pra u bëni mirë vetëm atyre që ju bëjnë mirë, çfarë merite të veçantë pritni, aq bëjnë edhe mëkatarët. E në qoftë se u huajojnë vetëm atyre prej të cilëve shpresojnë se do t'ju kthejnë, çfarë shpërblim do të keni? Edhe mëkatarët u huajojnë mëkatarëve, por që t'ua kthejnë aq sa llan. Po ju duani armiqtë tuaj, bëni mirë e huajoni pa pritur se do t'ua kthejnë gjë, kështu do të jetë i madh shpërblimi juaj dhe do të jeni bijtë e të i lartit Zot, sepse ai ua do të mirën edhe të pavarëshmërinë e të këqijve. Behuni edhe ju të mëshirshëm, sikurse edhe Ati juaj është i mëshirshëm. Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni, mos dënoni e nuk do të dënoheni, falni e do të gjeni falje, jepni e do t'ju jepet mas e mirë, e dendur e tundur me grumbull, do t'ju jepet nën sietull tuaj, sepse me atë mas që të matni, do t'ju matet edhe juve në kthim.